tjetër në mes ndalojnë, nuk ka rëndësi që vjen mbrap njerëzit. Hello, si je, si ke qenë, që bëri, ku je, ku ishe? Ishte shumë e çuditshme. Ishte çuditshme për ty? Për mua e çuditshme, unë gjithmonë si në Megapolis ne kemi distancën shumë të gjatë. Po janë gjëza ti se njeh këtu në Shqipëri gjithë e njohin njëri tjetrin. Kudo që të shkosh del o shoku Kopshit, o shoku Çerdhes, o Kushëriri. Çdo 5 minutë nga rruga, hello, që kemi, si je? Po mësove tash me këtë? Tani po, tani dhe unë ashtu bëj. Tani për sa e bën rrugën ti për punë, duke takuar 20 minuta. Duke takuar gjithë njerëzit rrugës. Po normale, të ulli dhe pi kafe, tani kam misorës dhe me kafe. Po gjëja që të pëlqen më shumë në Shqipëri, se kjo ishte më e çuditshme, kush është? Më shumë në Shqipëri më pëlqen çdo gjë më pëlqen, nuk e di tani, unë kam zemrën, gjush më zemrës se shqiptareve. E ke shqiptare tani? Gjus për gjusëm. Gjusëm, se derisa e ke rregullu me vjerrën, imagjino, e ke të mbyllur punën. Jenë rregull fare me këto. Ndihesh mirë? Shumë mirë. Je kënaqur? Jam shumë e kënaqur. Edhe me Shqipen që ke përmirësuar? Me Shqipen super fare. Mjaft shoqëri shqiptare ke sa duash, besoj se ke bashkëshortin, kështu që. Kam, po më shumë gjithsesi marrë me shoqet të mia rusët. Ka komunitet madh rus këtu? Po, sa duash ka. Ka? Që janë vendosur me vite, që rrinë? Po, ka ardhur edhe 14 vite më përpar bashkë me mua. Që kanë ardhur dhe janë vendosur këtu? Kemi kryer bota ruse në Shqipëri, këtu unë kisha si zvend